Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić theksoi sot në pritje një pjesëtarëve të ushtrisë së Serbisë që përfunduan me sukses misionin e tyre në Liban se kur Kombet e Bashkuara kujdesen për paqen, Serbia është gjithmonë e gatshme të kontribojë. Në përputhje me rezolutën përkatëse të Këshillit të Sigurimit, ne pranuam të marrim pjesë në misionin paqërues në Liban. UNIFIL, djemtë dhe vajzat tona i përkesin sektorit perëndimor, ku së bashku me njësitë italiane kontribuan në mbrojtjen e objekteve. Kushtet ishin shumë të vështira, veçanërisht që nga fillimi i luftës së shpallur dhe të pashpallur në lindjen e mesme, theksoi Vučić duke drejtuar pjesëtarëve të ushtrisë së Serbisë. Presidenti i Zvicrës Guy Parmelin deklaroi se zgjidhja për marrëdhëniet midis Beogradit dhe Prishtinës qëndron në dialog, normalizim dhe progres praktik që përmirëson jetën e përditshme të njerëzve në të dy anët. Në prag të vizitës së tij të nesme në Beograd, Parmelin theksoi se Zvicra, kur bëhet fjalë për dialogun midis Kosovës dhe Serbisë, ofron një proces të ndërmjetësimit të përbashkët jo formal. Për të mbështetur procesin e dialogut në kujdesin e Bashkimit Evropian, vendi im i ofron të dyja palëve një proces të ndërmjetësimit të përbashkët jo formal, duke krijuar mundësi të tilla për dialog. Zvicra mund të kontribojë në gjetjen e një zgjidhje sepse stabiliteti i këtij rajoni dhe integriteti evropian janë pjesë e përparësisë së politikës sonë të jashtme, tha Parmelin për Blic. Zyra e Ministrisë së Bujqësisë, Pulltarisë dhe Zhvillimit Rural të Kosovës u hap në Mitrovicën e Veriut këtë mëngjes në praninë e kryeministit Albin Kurti, por pa pjesëmarrjen e kryetarit të komunës Milan Radojević. Zyra e kryetarit të komunës së Veriut njoftoi se vizita e Kurtit ishte e paparalajmëruar dhe e pa koordinuar me autoritetet lokale, si dhe qëllimi i saj është imponimi i vendimeve të institucioneve qendrore në kundërshtim me vullnetin e shumicës e qytetarëve. Ata gjithashtu theksojnë se konsiderojnë praninë e kryetarit të komunës së Mitrovicës së Jugut të paligjshme dhe i bëjnë thirrje bashkisë ndërkombëtare të reagojnë dhe të parandalojnë lëvizje të njëanshme që, thonë ata, thellojnë mosbesimin midis komuniteteve. Zyrtarja e misionit të OSB-s Jelena Gjukanović u dënua sot përpara gjykatës themelore në Prishtinë me 6 vjet burg për kërkim e shpionazhit. Ajo u arrestua me 28 shkurt të vitit të kaluar dhe zyra e prokurorit special të Kosovës ngriti në aktakuz me 2 shtator të vitit 2025, e cila akuzon atë se që nga data e pa specifikuar deri në arrestimin e saj, ajo punonse lokale OSB-s në zyrën rajonale në Mitrovicë kreu disa veprime që përfaqësojnë ndihmën aktive për Agjencinë e Sigurisë dhe Informacionit të Republikës së Serbisë. Ish presidentja Kosovës Vjosa Osmani nuk deshi të përgjigjej pyetjes së gazetarës në lidhje me kandidaturën e saj për presidente, pasi kreu i LDK-s Lumir Abdigjiku deklaroi më parë se ajo mund të propozohej si kandidate. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk ju përgjigj pyetjes së një gazetari këtë mëngjes nëse do të pranonte Vjosa Osmanin si kandidate presidenciale. Të shtunën lëvizja vetëvendosje ftoi LDK-n dhe PDK-n që të propozojnë së bashku 3 emra për president, pas së cilës ministri i punët e jashtme Glau Konjuca dhe deputeti i asaj partie Fatmire Kolçako do të tërhiqeshin kandidaturën e tyre. Në përgjigje të kësaj thirrje, Abdigjiku tha se Vjosa Osmani mund të propozohej si kandidate presidenciale. Analisti politik nga Tirana Ylli Pata beson se nominimi i Erik Vend për ambasador amerikan në Tiranë lidhet edhe me vendimin që qendra forcave speciale të NATO-s duhet të jetë në Shqipëri. Ai gjithashtu thekson se Vend nuk do të jetë ambasadori i parë në Shqipëri që kishte një karrierë ushtarake.
Diplomati Alben Prekaj beson se nomimi i Erik Vend do të thotë se Shtetet e Bashkuara do po i kushtojnë përsëri vëmendje këtij rajoni, duke pasur parasysh që nga fillimi i administratës e Donald Trump marrëdhëniet dypalëshe janë mbajtur me të ngarkuar me punë në ambasadën amerikane në Ballkanin Perëndimor. Situata në Iran mund të jetë edhe një nga arsyet për nominimin e Vend, thot drejtoresha e Qendrës për Politikë të Jashtme në Beograd, Aleksandra Joksimović. Ajo gjithashtu pohon se Trump emëron më shumë më tepër diplomat të emëruar politikisht se sa ata që kanë shumë përvojë në diplomaci dhe mandat më të gjatë karriere. Edhe nesër në mëngjes moti do të jetë i kthjellë dhe i ftoftë në disa vende me ngricat e lehta, vranësira mesatare gjatë ditës dhe zhvillim më i fortë i vranësirave dhe shirave lokale me bobullime pritet në jug perëndim. Do të fryerë e lehtë nga verilindja, temperatura mëngjesit do të jetë nga 1 deri në 9, kurse ajo maksimale ditore nga 20 deri në 25 gradë Celsius.